Po më kështu edhe mësuam gjëra që ndoshta nuk I kemi ditë, për shembull datën e saktë lindjes ose vendin e lindjes, kështu që me kënaqësi Edona Reshitaj, mirë se erdhe. Mirë Roma, edhe mirë si të gjeta. Pëlqej historia? Pëlqeu, po kishit marrë shumë foto personale. Kena marrë prej Facebooku tashmë nuk është mu personal, u bu kështu si mirë. Shumë këshille mirë për mirujt. Faleminderit për ftesën, po para se me vazhdu, e kom një princip me prezentu së m'indru venët. Pse? E kom shumë princip, kështu që a kishim mujtë m'indru venët. Vesh m'indrua? Mandej të regoj. Hajde, faleminderit shumë. Unë e mysafirve nuk ja u prishe. Qa bune, a je mirë? A I lonë? Ma ndrove dhe venin, a? A bën një pije dikush mi afru Edonës, bret lutem. E tash me tregu pëse ndrova venin, ashta me tregu që të fuston që e kum vesh, kështë pak më qumë analta, pëte se kështë po doket. Falimderit shumë. Falimderit. Edhe për që të fuston, du me falimderu qikën e tezës të Mariana Koçanin, që është në Norvegji, e cila ma ka propozu, kështu që tash kaloj që do. Ani mirë se edhe unë e duka kështu komplet, shu që unë du me falenderu pra mangon për veshjen time, a bën kështu? Ani ti qysh dush, e ki kështu televizion, reklamat ti dhe një. A për të pëlqejnë ma? Se unë ta dash kompliment kështu para. A te që mirë? Po dhe tash para se me një zbisedë. Veç me ku menu që jashtë, kom nga vesh pak trash. Jo, jashtë nuk përgëzojmë qëto 2 ditë e fundit, me qenë se shiut s'pëj dijet qdo momente, se me ta prish ma ndej lukune. A, flok të kum kall me flokune, kështu veç i ndreqa da të shpejt e shpejt, po nashta së shkeq. Sa mirë, ta shpeshe edhe vetën. Sa mirë, falimderit. Një dashur falimderit shumë edhe një herë që erdhe. Po am këtë storje që po mundohemi paka shumë të mësojmë diçka ose të përshkrujmë diçka prej fazave në për cilat kanë kalu gjithë mysafirët tonë. Nuk janë të gjitha normalisht, sepse nuk ka as minutazh të mjaftueshme e krejt, po besoj që ato tjera që s'jam përmend, kemi mundësinë me I bisedu tash. Hajde për hajde. Edona e lindur në Prizren. Po. Jo me lindur në Prizren, mamin e kom Pejës, babin Suarekës, jetojnë Prishtinë, e kom një farë lidhje shumë ngushtë me qëto 4 qytetet Kosovës. Kështu që jonë qëto 4 qytetet Kosovës që mbojnë me u lidhën shumë se ane. S'po di qa me të thonë Cilën e kema përqepe? Pa I tash pjesën e feminisë dhe shkollën e mesme e kom kalu në Suarek, ma ndej një pjesë bukur të madhe kom kalu edhe në Pej, pushimet verore dhe pushimet e dimrit. Prizreni me që është shumë afër nga Suareka, është frekuentimi ma I madhë në kohën sa kom qenë atje, edhe prej 99-ës I bjen që jam Prishtinë, edhe në kohën prej adoleshencës edhe deri tash si e rritur, kështu që tash pi bjen që jam ma shumë e lidhur me Prishtinën, duke e konsideru edhe punën cilën e bëj këtu. Okej. Në qëfë se flasim pak për familjen e Edonës, për vlezret, motrat, për bërjen përgjithësi? Na jemi një familje 6 antarëshe, prindrit, motra e ma e madhe Albena, mandej o mune, mandej është kushtrimi, vllaujim, edhe vllaujim I vogël Krenari. Kryesisht, profesionet tona lidhen me... Kitë kontra I kene, mësa dio? Jo, me tregu drejt, babi është gazetar, po njëkohësisht ka qenë edhe këngëtar. Ka qenë, e ka studiu violinën fillimisht në shkollën e mesme të muzikës. Mandej, mami është... Kemi të bëjmë, do me thonë, pak me artë, pak me mjekësi. Mami është mami, punon në repartin ginekologjik në ambulant. Gjithashtu ka përfundu edhe studimet për psikologji. Mandej motra jam është stomatologe, është ortodonte. Mandej jam une, mandej vllau jam gazetar, kushtrimi, edhe Krenari është mjekësi. Do me thonë, gjithë shka në lidhët neve, veç ka mjekësia, edhe ka arti. Edhe ka arti, kështu që një farë miksi shumë I mirë I fmive bashkë me 2 prindrit. Kështu ti pas keni nga se cili ka diqka ose mamit ose babit. Po për pas profesioneve, në qofë se flasim veç për juve si vlezër e motra që I keni të kundërt, jeni kështu të ngjashëm heq si tipa, si karakter? Pa, motra madhe me vllaun e madh, janë paka shumë ngjajshëm sa I përket karakterit, janë njerëz më të qetë, nuk kanë temperament shumë gjallë, si që ndodhë me mu dhe me vllaun e vogël Krenarin. Neve na lidhë dhe sensi I humorit. Unë për ndryshe kam idol vllaun tem për mënyrën e humorit cilin ai e ka. Kështu që ne dy të vegjlit jemi pak ma të ngjashëm, ata dy të mëdhajt janë pak ma serioz. Ne sot edhe faktikisht I vogël është, po ma I vogli, po nuk është I vogël, I ka 25 vjet. Mënyrën e dashurisë
e kemi paka shumë ngjajshme, sepse jemi shumë ekspresive dhe kemi nevojë me i tregu për prindrit, sidomos mamin nga herë se na toleron ajo mas shumë ti më hypin qafe me përqaf shumë, përderisa Bena, motra e me madhe edhe krena edhe kushtrimi, nuk është që i dojnë ma pak, po pak habiten me neve, si fëmija dhe ju së rretët ma. Kështu të në qëto dy pika na jena pak ma të hapun, pak ma temperament, nashta dhe reagojnë pak ma shumë, pak ma shpejt, në krasi me ata jenë pak ma të matun, jënë pak ma serios me një fjallë. Ju falet, mas jënë ma të ndajt, qysh? Pa i kushtrimi i vjen me qenë ma i vogës e one, po prej vllaznive prej vllazërve, ma i madhi. Prej këtyre vendeve, tregove, e lindur në Prizren, Pej, mandej so krejto lidhjet me qytetet, e shkollën fillore në cilin qytetet? Shkollën fillore e kam kryu në Suarik. Në Suarik. Si Suarik e ndë e kam shpinë, dhe më thonë ku jam prindrit e mi, që shkojmë ka herë si do mos verës, se ambienti është shumë i mirë atje. Shumë më nga në shpia se me që jam rritë në shpi, dhe prej 99-ës këtu jam në për banes, ambienti banesore, më nga në shpia, më nga në obori, hapsira e shpis thjesht mungon, edhe shpresoj që dikur në një tarë me tjetës ta me pas në shpi. A folim pak për këtë fazën e jetës kur keni jetu atje, ose kur e ke përfundu shkollën fillore në Suarik? Une e konsideroj familjen tem shumë të lumtur. Edhe shpesh merr malli për atë kohë, sepse kam qenë fëmijë shumë i gjallë, edhe tepër shumë i lëvizshëm, edhe qysh e vogël kam pas prirje për punën cilën e bëj sot. Gjithmonë kom bo show në shpe për vita 3 ose për festa ditëlindjeve, çfarë do festa tjera, edhe ju mbledh gjithë familjarët e mi tu i përfshija gjallarët, se i kemi atje afër jemi bashkë. Edhe babi gjithë më ka thonë bëne këto, tu i mi ditë krejt imitimet ose skeqet që unë i kom bo. Kështu që mandej e kemi pas një produksion muzikor ku ka qenë një studio që kanë arë këngëtarët, kanë incizu dhe kanë gjiru, besa se ka qenë edhe do më thonë babi ka punu dhe me video të atë hershit, duke improvizu spotin dhe për mali me lulleve kështë. Edhe e mojmen që kena punu, dhe pse kena qenë të vegjën, në një farë mënyrë dhe kena punu, përveç fëmiris si fëmi, i kena një mu babit, mi shumë zu kasetat, mi janë gjithë ato ajat, bejat, fotografit, kur këngëtartë si puna e Gilit e Miria Brahës, që tash, s'po du me thonë që keq, po kur kanë ditë me i bo, që ka që të më dhaja fotografit, unë e shumë kom hekë, se u duk mi palu dhe kom thonë, o, zotë, pse bre ka 7-8 fotografi? Pse veç një, se ato neve nga kanë shkaktu punë matë mëdhaja. Kështu që ka qenë një fëmiri shumë interesante, edhe si fëmi me lojrat ndryshme, po dhe me punë, se kemi punu një punë shumë atraktive. Madje kemi organizu lojra pa kufi para shpis, kemi bo teatr të kuklave me motrën teme si të qeni plaf, se në shpi kemi punimi shpis, dizajn shpis, janë me do ura, që lidhen me vazo, e në të ura në mundësëshim me ingjit, me baskia do plafa dhe me kuklave bëjshim teatr të kuklave, më letëshim këtë mahallën para shpis, kur bike mami për i punës nga përdet këse shumë hava ka mu bëjke, po qështu kam shumë kam kujtime të bukra të familjës, të unisë dhe prej qerdës, para se me shku në shkollë, që është periudhë shumë e hershme, po tepe shumë majnë menë. E majnë men lijen e ujit që e këmë pasë, dhe s'merë këtë gjumi. E u bëjshra kështë e puflej, e mashtrejsha mësusën. Edhe në kujtojtë edhe mësusja e sërbishtë, që e lyke thojtë mdhaj, atëherë më nësha që veç mësusët e sërbishtë të cilin i kanë thojtë mdhaj. Shë si gjana shumë interesant, ma dhe i kena pasë, tu e pasë produksionin, tu i pasë edhe këto kamerat që thjesht që gjironin videokaseta për produksionin, na shpesh kena pas gjirime familjare, se duke pas parasysh që shumica familjarve jonë jashtë, edhe ka familje e mamit, edhe ka familje e babit, me që s'kishim mundësi takoshim shumë shpesh, ne gjironim motive të ndryshme familjare dhe ja dërgonim atje për me pas si porritëm e kështu. Babi e me ka pas shumë princip ndështë kështu deformim profesional, me full pak me gjutë të njësume para kamerës, edhe e motra em nuk ka pritu heq se ajo është marrë me poezije në për garat recitatorve, do me thonë prej vogël ajo ka qene madhe. Edhe tash babi në një farë mënyrë nga ka imponu, kështë që tash kur del para kamerës dhe është me full me gjutë të njësume, e mu nuk me kënë krys, dhe thesha qysh pja qojmë gjyshit, tezës, ata folin si na, pëse me full që shtë? E këmë pas pa probleme, këtë gjirimet e mija janë, përshëndetje. Diçka të munu me folio, kështë hajtë motë, ja po. Deri sa bena motra jem, jo ajo baja geja den i
kështu e ka marrë shumë seriozisht kur ka folë për para, e ka kështu nëjë poezina, edhe kushtrimi gjithashtu është mundu, edhe vrehet në dhe profesionit e tënë, edhe kushtrimi është gazetar, sot dhe sene, edhe aja edhe në mundaj ke. Principi babit vazhdojnë me qenë ende, për shambull kur se ndonjerë në për intervista, ata kujtën? Jo, adin qka, unë në një farë mënyre tash ndoshta tu e pa, ndoshta se më kamet prej atëherë, në një farë mënyrë ndoshta e thej pak para kamerës, me njerë një përzimje me një farë gjuhet unisume e përdori. Po tash është shumë normale, po atëherë mu më duke pak e çuditshme, sepse ato kaseta dërgoheshin të familjarë, dhe mu më duke pak e çuditshme ajo formë. Po normalisht është deformim profesional, babi edhe kur më shkru në internet, më shkru në kështu me gjutë unisume dhe mu shumë më keshë. Për kom qenë për herë parë, kom dalë jashtë vendit, në Egjipt patëm shku me një festival, 2003, qështu si studente viti 2, ma pa të shkru një e-mail edhe une me kretë kolegët e mi e kom ledzu dhe kemi keshtë i për shumë. Fillim, e ka fillu me moj e donë, moj qapë këne. Ndë për shumë kemi kesh me që ato më e donë me qapë këne, shpresoj që kështu ashtu e gjahat e tjera. Me tonë këtë energji, tonë këtë kreativitet, ma mërmendja që ka një herë, ose me qëllim, ose pa qëllim e ke shfridzu edhe për na i shërë kështu të shpia. Jo veç për teatrot kukullave. Jo, për besun e kom qenë shumë fëmi atraktiv. Për një mekë, se duke pas parasysh që kom qenë shumë e gjallë, edhe kom bo problemet lezeqme, të ishtim fojza, e kom pas një gudzim të madhë, për shembull e kom pas një listë të madhe, që i kom shkru prej gjyshit tim të ndje, që ka qenë gjallë atër, deri të fëmija më i vogët, edhe ja kom bo ka i shaj kështu si minus, edhe kom pas qëllim mitut. Edhe kënë e kom tu, dhe që kom bo plus. Kështë që gjyshit e kemi pas shumë të shtirë, edhe unë e kom tu të dhe gjyshit. Edhe em edhe babin edhe mamin, në motrën tem e kom tu të pak ma shumë, se ka qenë në rast shumë i frikshëm, e kom ditë me shku deri në qatë mas. Shumë po më interesant, qka ki bo, po thamë, shumë po më interesant deri ku ka shku. Po, adin që të tregoj mami, se është kisharake mami se si e kom frigu. Mami i tha motrës ta me shku nalt me marrë diqka, dhe ta shumë e kisha bo njetë mi tu të krejtë dhe kom shku Norman, se veç e kom dëgju që Norman ka me marrë diqka, kom hi Norman edhe mami ka pas një bund si dzez, kështë e kom vesh për mi dhe tash si ta qelë bina, i gjuna për mi. Po mami i kish pas pon, hajtë si përshkojën. Se ishtë puna që motra jam shumë e dhonën mas mësimëve, paka shumë i kalon mas dore fort porosit, veç ka këqyrë, s'ka, e ka pas anot kur ka qenë ma ere, u bo këshë ka këqyrë si ka këqyrë, shumë shpesh u duhet për dytën herë mi gjetë mami, kështë që ja ka bo hajtë se po shkojon, edhe unë se këmë ditë që është mami aty, po një kusisht dhe kisha shfrydzu plusin me aqit mami aty. Nuk kishin orë dy, ati dy plusa me njerë. Dy plusa me njerë, dhe kur e ka qenë mami veç ju këmë gjujt për ajo të burti taj, të mam shumë këmë pas kesh atë. Qështu atë në plot si raste. Kur vendose me ardhë në Prishtinë? Po, kom ardhë në Prishtinë dhe ma herët me që motra e 3 vjetë për para ka ardhë në studime këtu, se ajo është 3 vjetë ma e madhe se une. Kom ardhë disa herë dhe kom bujtë ajo kohë gjatë. Po, prej kur kom ardhë është prej studimeve, ashtu kur taman jëm transferu edhe kom vazhdu me mbet këtu. Kur kom vendos faktikisht me konkuru për aktrim, kom punu me Luzim Guhelin. Luzim Guhelin është një aktor shumë i njohur këtu, i cili e kom diçka në familje, dhe kom marrë, faktikisht pas në ardhë atëherë shumë a shpesh Prishtinë për me ushtru me Lulin. Edhe aje kisht atë ide që në qoftë se faktikisht marrëveshje me pritë, në qoftë se ka me pa që dona nuk është kërka, shumë shtirë ka me i thonë, mos provo me hi, kështu. Edhe mi pa të saktu detyrat që ka janë, pa të ardhë gati për thuaj se gjdo javë me ushtru me Lulin, edhe veç ma batë bo, s'ki nevoj më mërzite, se ti shku në vendin ku duhet. Kështu që amonore natyrisht që mi ka dhënë disa indikacionet cilat kanë mujtë më një mu, ma ndej mu në provim pranu se Faru Begulli, profesori jam i dashtun edhe i ndjerë, ka ditë, kur ka pa bërëm, ka ditë ma ndej me dhënë indikacionet tjera, me t'indru rëthanat, për me pa sa po vlena jo. Kështu që më ka një mu shumë me dhënë publikisht, që ta shë falinderoj se së më paskaro me përmena here. Edhe kur kom ardhë, ma ndej, e kom pas motrën, ka qenë dimesa e ma e madhe, sepse si kur t'isha vetë, ndështë kisha pas
me kalu në periuda tjera, ka qenë shumë vështirë natyrisht sepse këtu ka njerëz të ndryshëm, kulturat të ndryshme, kultura, jo në aspektin e kompsis, po si do që tjetë njerëz të qyteteve ndryshme dhe unë kom ardhur prej një rrethi shumë të pastërt, shumë të shnosh, me qka krenona me qatë rritje të shnosh të feminisë dhe me një shoqni tepër të shnosh, kemi qenë 4 shoqe, veçanërisht mandej pa të mbet shkollë mes me jena do dhe pa të mbet vetëm me njonin për tëne, me Shqipën, me shoqen tem shumë të dashtun, me cilën vazhdoj me pas ende të pët njajtin muhabet, të na nuk ka pas a kiti pare, a komune pare, veç ka pas a kemi, u konë që ka pas njona i ka një pas të dyat, dhe prej ati ambienti ndoshta me një farë mënyrë shumë të sinqert, unë ju ballafaqu me njëherë shpesh edhe me raste të padrejta, edhe me shumë gjana të vështira, të cilat mandej kanë ditë më fut në një periudhë të ronë, mos me kuptu çka po ndodh derisa është deshtë me u rrit, është deshtë me kalu në për shumë periuda për me kuptu që jeta jo gjithmonë është e drejtë dhe njerëzit jo gjithmonë janë të sinqertë e të mirë. Cilat është duk gjaja ose fenomeni që e ke gjetë në Prishtinë, me cilin ke pas shumë vështirë me pranu, me akseptu që është fakt që po ndodhë, ose po i ndodhë rinis, ose studentve, ose ty personalisht? Unë e kom pas fatin me qëllu në një klasë shumë të mirë në fakultet. E kom përmend disa herë, po s'është ndërshta shumë me përmend prapë, kom qenë në klasë me Fatmir Spahiun, Teuta Krasniqin, Ylka Gashin, Gresa Palaskën, Arben Zharkun, Simon Shkrelin, Ryva Kajtazin, edhe Gens Ismaili, cili veç që kalon këtë profesion. Që krejt për këtynve emrave kanë vazhdu matutje, që është shumë vështirë në një klasë me depërtu 80% e klasës. Kemi qenë një klasë shumë e mirë, të paktën në kohën e studimeve e kemi pas një relacion shumë të mirë në mesveti. Gjithashtu se cili prej tyre ka qenë njeri, ka pas një rini të shnosh, me një mendim të shnosh, për shembull asë njeri prej tyre nuk ka degradu me ndonjë rast, si që është shumë rrezik, sidomos për njerëzit që vinë prej vendeve tjera në Prishtinë, është rreziku tepër i madh për me deviju rrugën, mu marrë me u fut rrugëve të gabushme, kështu që edhe ajo është shumë e rëndësi për njerëz të cilët i ke pas në klasë, gjë që ai ka qenë natyrisht që ka qenë shumë fat mi pas njerëz që s'kan pas të bëjmë me rrugë të gabume. Po, do me thonë që ajo është ajo që më ka ndihmu. Mandej, motra jem ka qenë një mbështetës tepër shumë i madh, i jemi që më ka ndihmu tepër shumë, po natyrisht që ka pas edhe raste që shtërgova më herët, ballafaqohesh me shumë intriga, me shumë situatat cilat nuk i ke mendu që mundën me ekzistu, duken absurde, po dikur me kalimin e kohës e shet që çdo gjë në këtë jetë është normale, veç se duhesh me kalu në për ato për me i kuptu se ekzistojnë edhe ato, dhe dikur pjekësh edhe mësohesh për me i te i kalu në mënyrë ma të letë, ose mos me leju me ra në për ato pozita. Përmende disa prej emrave me cilët ke qenë bashkë në klasë, e the dhe vetë që ende vazhdojnë tjenë aktiv së cili edhe në fushën aktimit për dhe profesionet tjera që i kanë zgjedhë. Vazhdojnë të kesh ende kontakt mirë me ta, ose kujtime, do njerë ndërta kur takoheni, kujtime prej klasës? Natyrisht që po, momentin që ne punojmë një projekt bashkë, na lidh projekti edhe ma shumë. Momentin që me dikën të bjenë mos me pas punë të përbashkët, bjenë me pa ma rap. Po momentin që shihemi, prap e kemi një lloj ngrohtësie mes vete. Natyrisht që me disa punojmë pak ma shpesh edhe ajo afërsi që e kemi pas dikur ri në gjallët, me disa të tjerë që nuk na bjen me u pa, është pak ma problem. Për shembull, Simon Shkreli, prej kohës kur e ka përfundu fakultetin, ka shku në Shkodër, dhe nuk jemi taku me të ndoshta prej ketë asaj kohe 2 herë, po majmë kontakte me internet, kur takohemi apet të njëjtat çuda i bojmë, po me Teutën kom punu mas afërmi, me shfaqe natën e 12 kemi qenë bashkë, mandeja, në përshfaqet e se cilës e ftojmë njëna tjetërën dhe gjejmë ko për me u taku. Fatmirin e kom një prej shokve të mi që vazhdoj me pas
afërsi shumë të madhe, që edhe ka qenë, si me thonë, boshti i klasës tonë, që e ka majtë shumë bashk klasën, se gjithë e kena dashtë, bufin edhe bufit gjithë nga ka dashtë, nga ka majtë njeve krejt bashkë. Edhe Ryve nuk e kom pa moti, po e di që në Spitalix kena pas punu bashkë, qatë periud nga ka martuajte. Po. E kusht tjetër, Ylka nuk e kom pa moti, si Ylka u shkëput për një periud për shkak të përkushtimin ndaj vajzës, jo më dëgjohemi në internet, e qështu, me se cilin është shumë me rëndësi puna, kur të na lidhë. Për kunder lidhjes ose raporteve shoqërore që i keme këta, në qofë se nuk e kështë njoft as njënin dhe kështë folë thjesht si një aktorë, se shikuese e regullte, qoftë shfaqeve, qoftë serialeve cilët ata kanë marrë pjesë, kë e kështë cilësusi më të miren? Unë kër shkoj me pa shfaqet e kolekt, nuk shkoj me syrin kritik ose me duke u bazun profesionin cilën e ka, me të shkoj të dëgjej naj vegz ose ta jap naj mendim që shfaqja e pat këta ose këta, se arti është pa limit dhe nuk është matematik me ta dhonë një rezultat përfundimtar, ai që duhet, se cili ka shijet ndryshme edhe se cili mundet me vlerësu ndryshe edhe ka plët shfaqe në përbot ose filma që bojnë për regjisorëve të ndryshme, do me thonë se cili ka qasit e veta si bojnë krejt njësaj. Për atë arsye kjo është relative, po unë kur shkoj me pa një shfaqe, shkoj si shikuci thjesht, e zhveshën totalisht prej profesionit edhe mundona mu knaq me ata që ka kolegët e mi ma japin. Kështu që sa herë këm shku të kolegët e mi, unë tepër shumë jëm knaq me punën që ata e kam bo. Edhe nuk kisha me cilësu se nuk është e udhës me thonë këj ma i mirë ose aj ma i keq, po me rëndësi është që së cili prej tëne deri sa janë ende në top të aktorve, do të thotë që së cili prej tëne i ka veçantit e veta dhe është i mirë në formën e vetë. Po du me thonë që sa e shkoj me i pa kolegët e mi në përshfaqe, unë veç dalje nga zlyme dhe dalje shumë e lumëturume për punën që e bojnë. Për pas, kur del me i pa shfaqet e tëne, a del ndë njëherë edhe natën ose me shoqëri tjera, ke ndë një rreth tjetër shoqëror që nuk ka të bëj me aktrimin ose muzikën, ose... E për që ajo është problem se punat lidhë ty. Tash prej 99-ës, kur kom ardhën e këtu, natyrisht që s'kom pas shok, krejt shok, rishtazi që i kom kriju këtu, kanë qenë këtë lidhën me profesionin. Dhe kryesisht shoqënia jem ka sillet rreth punëve dhe rreth profesionit që unë e kam. Kur dalim, kur shkojmë në për shembull herën e fundit të uta e pat një premier, kom shku me pa, kena dalë ma ndej bashkë, kena vazhdu deri vonë, në trallën, qështu kur na bjen me u taku. Po krejt shoqënia jem sillet rreth, edhe s'ka mundësi me ndodhë dika tjetër se koha është shumë e shkurt për mi përkushtu vëmendje ose kohë dikuj tjetër. Këta që jemi edhe e kena pak problem me gjithë kohë për mu taku, i shfrytëzojmë qështu rastet naj premier, naj festival, naj diçka për me qenë bashkë, se krejt pëdim që shu bojeta shumë dinamike dhe që s'po kemi shumë kohë. E keqja është që s'po kemi kohë për familje. Ajo mu më brengos mas shumë ti, se vitet për shkojnë, prind për plakën dhe kur për të bjenë bas një kohë me shku në shpe me umbledh, penin që te për shumë të ka mungu, e njëkosisht për të vjenë shumë ketë që kanë ikë shumë momente që s'janë përjetu bashkë. E sidomos unë që ky profesion është të sakrificë, sakrifikon shumë këtë profesion. Shumë shpesh mu më ka ra mos me marë pjesë në për ndaja familjare, në për rastet veçanta, motra e më ka botu një liber para disa vite, nuk kom pas mundësi me qenë me marë pjesë atje, sepse kom pas prova, kom pas gjirime, a diçka të cilat nuk e mujt me i lonë. Kështu që me mu marëm këtë profesion, vërtet është një sakrificë e madhe. Jo vetëm shoqëria jote lidhet me profesionin që ke, por edhe dashuria jetës. Aktor, e martuar, apo? Ja. Ajo, halja. Bista të regova këto se kishe që gati të shku qasaj rrugë. Qasaj rrugë, të regom të shi njoftu. Po tash me që Besarti është aktor dhe natyrisht që jom njoftu në qëtë punë. Me Besarti njoftu në një shfaqje. Kemi punu në shfaqje në burat e dëshpruar dhe pas kemi lujt bure gru në aty. Që atër ka qenë hera e parë kër e kom njoftu Besartin. Masi buri dëshpru me ke ngushlu?
Ki pas qatë role, jo? Jo, mërë qëfar katastrofë qëfar ngushtume me pa qëfar roli e ku pa ty e plas krejt. Tu e ku pa ty kemi lujt me Besartin dhe Armend Balokun. Baloku ka qenë, e ka lujt një rol, mik i Besartit aty, se ju a pas na harua emrat, edhe na dy më bashkëpunim ato e plasim pak, diqka qështu. Në fillim mu ka duk shumë prepotent, shumë njëri i ronë, se aden që ka njerëzit për shtipin për dikën në fillim, edhe nuk mujt me duru, heq, plus me do ideja kështë unë e po ditu i dhonë do propozime, shumë më ka punë të vëllë, te për shumë, heq nuk mujt me bajt në fillim. Edhe po mandeje kemi lujt qatë shfaqe, që ajo shfaqe ka qenë një periud ku ne të tretë, duke përfshirë Armend Balokun, si prej asaj kohë unë Armend Balokun ka një prej shokve matë mirë, shumë shlirë muj me thonë. Nese, mas bufit, se bufin të qishë se ndërroj, po edhe Balokun e kam një prej shokve të mitë ngush, se kemi pas periuda ku shumë gjatë kena punu bashk, kemi nej deri vonë bashk, mandeja dhe mas provave kemi vazhdu. Ajo ka qenë kua kur unë ju më njoftu për e parë në Besartin, ta një kom bo shumë shok të mirë, edhe krejt ma vonë jemi dhju bashkë. Po si me thonë, na ashta se krejt na thonë, për fillimit, diqysh, juve ju kam vizlu si për një tjetër. A i keni ndiju këto, për zatë kësaj kohë që keni si në shumë shok? A të ka shku ndër një hermendja që mundet me qenë buret? Jo, normal që jo, adin ajo është po foli për kohën 2006-2007, po normalisht që s'ka një herë me të pëlqyju, ose me të ato në një fjallë që... Po, mëre, ato, zakonisht, ato më s'dishin kohën s'kish pas fort arsye, më arë deri që to, adin. Amo, kur e ki dikën shok, s'pedi ka ndodhë dhe ty, po garant me plot vajza, e ki ato, jo mëre se adin, shok është, sa do që edhe pse Besarti ka ditë mu las drua, atin në të kërukon shok, mi gjujt në i lafa në i sen, po këshe jo se edhe qashtu ju në konë rëthonat atëhere që su duft me menua nëjna, thjesht ka arë momenti, avden, ka arë momenti i duhen, kohën e duhen, ashta. Edhe kjo që e keni profesionin e njëjtë, po ma mërmendja prej gjitha rasteve dhe misafirve tjerë që më tregojnë që janë qoftës ose burin ose grune kanë një profesionit njëjtë, dikush ta që është shumë ma mirë, për shkak se e kupton edhe din deri në cilat suaza mundet me shku ajo punë, po dikush tjetër thot jo se të bodhë shumë bajat, e ke gjithmonë ofër, i din krejt sende, do shta ka njerë të vynë me qenë veçvetja, mës me qena i kyqën në gjithë shka? Paj me tregu drejt, nashta s'po ditash për raportet e tjerve që shikane me zvete, po une nuk kam asë një moment që kisha me thonë që me pas partnerin e profesionit njëjtë është keqë. Hiqiq, në asë një mënyrë, e sidomos profesionit tonë. Profesionit jonë është dukshëm delikat edhe për mënyrën e roleve të caktume, po edhe për mënyrën e punës si bëhet. Shpesh dimi me punu orë të tana, shpesh dimi me shku jashtë për periudat e gjata kohore, po e sidomos këtë profesion, për mu, deri sot, uroj që nuk kam e ndru kjo raport që kena, deri tash, une vetë muj me thonë që veç është avantaj dhe është plus shumë i madhë me qenë të një profesionit. Nuk kam asë një rast ku kisha me thonë sa ke qenat një profesionit. Deri sot nuk ka ndodhë asë njerë, se është një mbështetje shumë e madhe, mandej është thjesht, mënyra që ti e din punën është shumë a mirë se që e din punën, se ki me kënë me diskutu, edhe ki me kënë me marë mendime, mandej e din që ndoshta mendimin ma të sinqert e ki prej këti personi, se në këtë profesion e ki shumë probleme i besu gjithë kujt, më dhonë mendim të sinqert, sa do që na kryojmë përvoja, prapë se prapë gjithë punë e re është tipe fillimit, është interesant puna e këti profesioni. Gjithmonë është trema, gjithmonë ki trem, a e realizova, a e bona, se gjithmonë është diçka e re, si prej fillimit, do me thonë përvoja natyrisht që e të ndimon edhe e ka të vetën, po prapë se prapë ki nevoj për një mbështetje shumë madhe dhe për dikon që i beson kështu sinqerisht, pa dorza. Për çka kritikohesh më shumë prej Besartit, jashtë profesionit? Kritikona që kam tonin e zonit pak të nalt, po unë ja bëj punë, kam se kënaj, arsye të vetëm pak ishe që edhe kënaj, po është e vërtet që unë e kam tonin e zonit pak ma të nalt, nashta që tash jo se zdi e kam, nuk e kuptoj pse, po get përgjithsi edhe në familje, edhe ka ona mamit, po edhe ka ona babit, jemi dyqysh nashta pak ma temperament, folim, tregojmë gjeste sene, ndoshta pse jena ma energjik dhe ma
ma të lëvizshëm, s'pedi, ndoshta po thëmë. Po e di që kjo është, me shtojmë më kritikon se ma banë, pëse për ngritë zonin kur po fola, pëden. Ma herën të vikë për dy gjurë si nati, tash jom ka e marë sinqerisht, se jom për i besu, apo kupton, e për besoj që e ka për e të mirë, kështu që sigurisht, dhe ma e mirë është, me ullë pak zonin, që kjo është kritika, më thonë që e marë. Po jetoni bashka, po? Apo ende? Ka, dhe më thonë, ka 3 javë ndoshta që kemi fillu me jetu bashkë. Edhe, qysh po shkon? Po mirë po shkon. Kush po gatun, kush po fshin? Nuk po kena shumë kohë. Keni kësi të lashe? Jo, nuk po kemi shumë kohë me mu marrë me këto gjana, veç se banjesa nuk po prishët. Nuk po prishët se besarti s'po prish, po asë hone nuk po prish, ja pëden. Si me thonë, kitë sene qa për merë pihek, është zdi po egziston një farë regulli si vetë-vetiju. Nuk për kuptoj as vetë, se ndoshta kur kom jetu... Amo jo, se unë kom jetu 5 vjetë me vllazënit e mi. Edhe vllazënit e mi janë pak shera, nuk mirën shumë me punë, kushtrimi edhe nuk ka ko, se i bën 2 puna, punën në klajnë edhe punën në ipko. E kuptoj që i ka 2 puna dhe ase, po prapë se prapë gjithë kur vjen i lodhën, ka ditë ka herë mi gjujt, teksha se aty diqka, ose mu gutë shpejt në smilon. Besarti nuk i ka këto, unë e di që nuk i ka, se një që shumë mëti. Po egziston, ka herë vetë egziston një lloj rregulli që se den as vetë ka erdhja, po si jena shumë vetë, 2 vetë. A mo pirin një një tjetërit për mi kry. E loj qëto që du, e loj po bënë qëto që du. Në fillim janë nisi më në pengu pak, se ish fillimi, edhe gjithë shka mu doke që kam këqyrë që ka bëj kupilusen. Po ma ndej u adaptova, shumë shpejt u adaptova. A ki ndo një fobi? Kam. Prej ambienteve të mbylluna. Edhe muj me të thonë që nuk e di burimin e kësaj fobie, munona mos me menu, se ma mirë peshëm këshilon mos me menu, se po mendon që unë nuk e kam, se po të të kur se ke pas, veç tu ka pik, po e ko provu disa raste që e kam. Për shembull në venet, jo, po të të mbylluna dhe ku ka shumë njerëz dhe në venet e vogla natyrisht. Kam nevoj me hap dritaren për ajer, edhe njëherë më ka frish lifti, kom met mes katit 5 edhe 6, edhe qatë e kom vërtetuja, kom qitë pikën që unë për një me kom pupi për ambienteve të ngushtat të gjithë. Ja kom njësë me reagu katastrofë, shumë katastrofë, që më pas gjiru, kështë tona e normal. Njëherë e pash që më nalë në gjystë dhe janë njësa me bu me trokit, njëherë janë njësa me trokit, ta kreka me te për shumë, keshtu e thuj se ke një gjam shumë i vogël, që shto keshtu e thuj gjamin deri sa erdhen njerëzit me hap liftin. Po e ku bu ma ndej një gabim shumë të madhë, sepse prej panikës të madhe që mbeta, veç që ka që i lirë dhe këm dalë me njëherë, dhe me thonë shumë rëzik me dalë me njëherë, është këshill për krejt njerëzit që mesin lift, se mundët moment me kalu, edhe ti një kom aty, edhe veç mu da për gjysë, kështu që hala tutna që e këm bo qatë gjest. Po ata shumë tremë të madhe, me nëzis prita, si e ka qelë këndalë me njerë. A të kam beta është ajo frika që nëse jënë prapë ka me undalë, ajo? Jo. Do më thonë, dështë kjo është një loj pune që njeri e bënë me vetën, se nëse fokusohësht te për shumë në problemin që menojnë që e ki, mendoj që vishëritët. Po nuk e mendoj, se ndështë edhe koha në cilën po i përdori liftat, ose të ugu të shku për naj punë, naj preokupim krejt tjetër është. A ndoshta vetë kështu, që njëherë e pas na pas vetë kështu për qef, s'kom hitë në lift, kom hitë po dhe për qef, hajtë. Okej, për fund, se na shkun këtë gjanë minuta, bile kure po është orën, s'ta shu që dita. Ja, po rrim tash. Jo, po rrim. Për fund, po du me folj pak edhe për muzikën, me qenë se e di që është një pjesë shumë e dashtën për ty, edhe cilës për i përkushtohësh. Nuk qena për shumë për muzikë. Se zarë po më thirë të mune të... Zarë po thirë, nuk qenë jam nesër nisna, ose sot nisna, kështë që shumë mirë se sonte të patëm këto, edhe pse nesër keme unis. Atje po interpretën? Vitin e kalu me kom pas një periud të ngjeshun me muzikë nuk qenë, kësa here nuk e kom pas edhe aqë, sepse jom të umarë me një punë të cilën nuk du me ta tregu publikisht, po ta tregoj mandej. Edhe ajo natyrisht që më ka kufizu për performancat e kësaj vere. I kom pas shumë të pakta që kanë qenë në plash ditën, që ato jënë deri tash nuk qenë. Jo, po në deti performancat me atmosferë ma të mirë, sepse është ditë, është plasha, është te për ambient dhe atmosferë mirë.
dhe i kom pas do me thonë shumë pakta. Po muzika definitivisht e ka pas gjithmonë një rol veçantë te une, si tregova jom rrit në një familje ku muzika ka qenë pjesë e jetës tonë, kena pas instrumente, kena bona shumë muzikë në shtëpi me për festat ndryshme. Po personi i cili mu më ka shti me u marrë në mënyrë serioze me muzikë, se une me një farkohe shumë e kom injoru muzikën, se fillun, sidomos mas luftës filloj për një me muzika, me një herë me marrë një të porzët madhe dhe une nuk e kisha mendimin me ju fut qasa loj muzike, edhe fillova dhe mu një ofendume më marrë me muzikë. Kështu që personi që tepër shumë më ka shty dhe sot e falenderoj është mami jem, që edhe ajo ka këndu shumë kur ka qenë ere, bashkë me babi natyrisht, po kur jënë martu për shkak të rrethanave të ndryshme jënë detyru me lo muzikën, po mami e ka pas pik muzikën dhe ato që s'ka mujt me mri për veti, e ka shty une me u marë edhe nuk ka desht më pa mu në moshën e sajtë pendume që si u marë me muzikë. Më ka folë që duesh me u marë, nuk është e thonë që ti si ti shkeni muzikës duesh gjithqysh me bo muzikën, qëfare është në trend, për shamë se ka here trendi din me deviju me vlera me gjana tila, kështu që më ka dhonë shumë kurajo për me u marë me muzikë, edhe ku marë me një përfundim që në si të lënko ka me pas zhanret të ndryshme muzike, këngëtar të ndryshme, kështu që njeriu përcaktohet në ato që menojnë që është ma e mira. A kem plan do një videoklip? Më vjen keq raporti me muzikën, edhe më dhimet shumë muzika në këtë aspekt, në mënyrën se si unë e trajtoj, për shkak se kam një profesion prej aktore, që momentin kur e kam angazhim, lyp angazhim maksimal, dhe duke dashur ti përkushtohen në mënyrë 100% për ta bërë mas mirë ti natyrisht, duhet ta lemanash muzikën, se është shumë e pamundun ti arish dy profesione me ngarkesa shumë të mëdhaja, ta arish suksesit të duhuna. Kështu që në kohën kur me që aktrimi është shumë kolektiv dhe nuk varet prej meje, jo tash pelose pi kushtoj kësaj, është e pamundun, kështu që muzika individuale gjithmonë ka mundësi me lonë. Më vjen shumë keq pe vetës, që e kom bo një këngë përmise një vjetë, dhe nuk kom pas ko mja realizu spotin. Prej nëntorit vitit kalum, one nuk jam këto, kom qenë në Amerikë 2 herë, njerë me film, njerë me shfaqe, mandej prej janarit deri në prill me një projekt këtë tjetër, mandej në maj një projekt që ka vazhdu në Kosovë, mandej prap një festival tjetër, thjesht nuk kom pas, nuk gjejsha ko kur mja realizu spotin. Nëse s'gaboj, asë nuk ndryshojnë mbetet klipi? Mbetet klipi i parë deri gjithash, nuk di qka me bone me gjithë kongën e dytë, po a dini qka po më vjen keq, pse nuk ka mënyrë tjetër për me plasu kongën, përveç spotit? S'ka. Jo, mënyra ka, po suksesja është e njëjtë, nuk e... Po hajde të rëgo me cilë është tjetra? Po veç me postu me tekst. Ja është me teksin gjatë, ose mi gjithë të fotografit mija. Ose edhe ashtu. Nësë është konga mirë, ma mërmanja që... Konga është shumë e mirë, te për realizje që shumë pozitive, ka të bëj me 2-3 që takohen këtë rasisht rrugës dhe pe që aty në velin një dashni e madhe që martohen, kryojnë familje edhe mas një kohë shumë gjatë se quhet në rrugë të këti qyteti, mas një kohë shumë gjatë qaj e femna se unë e foli në rolin e femnës, kalon që ato rrugë dhe i kujtohen këtë kohën atë shu taku me personin dhe tash i shëtisin fëmit në po të njejtë atë rrugë. është shumë pozitive. Thjesht është asi që edhe mas martesës ajo njët njësoj si kur u dashuru për herën e parë. Ma mërmendja që ku ka vonë, kur dhe që ke kohë të lirë me realizu videoklipin? Jo, s'ka një si bje, nuk e besoj që i bje në kongës i kalon koha ose diçka, po se kur do të Deri sa të realizon ato, ne duhemi me transmitu asgjë nuk ndryshojmë, që është një atmosferë gati pothuajse e njëjtë, se tash vera e mbaj mend xhirimin atje, kom qenë promovim, po. Për ndryshe du më lidhë me diçka se kom pas me marrë pjesë me një festival në Turqi, Turkçe Vizion, që mbohet për çdo vjet, edhe marrin pjesë 22 shtete, Ballkanit, Turqia e Mesme, shtetet fshin Turqisë, diçka që ashtu. Tash për shkak të gjendjes që s'është e mirë atje, isha anuluar. Edhe jam pak baksuzen çdo raste, se shkoj unë marr pjesë atje pranona dhe ajo dështon. Është shtypur ndonjë afat caktuar, tash është shtypur vitin tjetër, po të njëjtit artistë që kanë me marr pjesë. E konga asgjë nuk ndryshojnë.
se kom pas me interpretu 2 këngë, që ka qenë njëna dhe kjo e jamja që ka pas me qenë Shqip në rrugë të këtij qytetit, asgjë nuk ndryshoi, ma kanë marrë me përkthy turqisht, edhe kom pas këtë këngë me e kënu turqisht. Edhe shumë kom qenë kurioztare me ditë se si po tingëllon kjo këngë turqisht, unë mundoj isha diçka me provu, isha del pa lidhje, po isha shumë kurioztare me ditë, po ja që dështoj, nuk o kam një presim që dështoj. Nashta ma mirë i shkonë mësë më pas thirë mujet që e këshim vazhdu. Jo, s'ma mërmendja. Zdi qka veç. Shnosh me qenë se ndoshta vitin tjetër, me qenë se artistat e njejt atëre. Po, ishala jemi edhe shnosh e mirë. Edhe mësën mirë shtu turqisht në ndoshta dhe veç e den, po e perfekcionon këtë tekstin. Nuk e di veç. Turqisht asgjë nuk ndryshojnë. E dona, unë po të falenderoj shumë që erdhe sonte këto. E kom ditë, nuk kom dyshu as pak që kemi pas një bisedë të tillë, tash dhe ma herët ju drejtova atë publikut, tregova që në për intervista, e di që je shumë me hapun, shumë e sinqert, edhe për që ato gjithmonë kaloj mirë, ma mërmendja që edhe shikus t'jon knajs me këtë bisedë. Faleminderit shumë, unë e të përshëndes ty edhe krejt kamermanat që e boj një punë shumë mirë se si bjen në vetë shkrejtë me dalë. Dilni ka herë para kamerës, e do në përpunoj. Edhe krejt stafit, do më thonë gjitha emisionëve të radio-televizionit të ne, edhe shikuzve, edhe faleminderit shumë. Ka, përse të qesim kamermanat pak ajo, ma vonë, që stash. Edona, faleminderit, po e përmbyllim këtë bisedë bashkë me Edonën, me këngën e saj Asgjë nuk ndryshojmë.